بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما بعد حمدي falënderimet lavdratat I takojnë vetëm të madhit Allah Gjelle Gjelaluhu atë falenderojmë dhe vetëm prej Allahut falje dhe ndihmë kërkojmë ka në udhëzon në rrugën e drejtë I madhi Zot Gjelle Gjelaluhu nuk ka kush e largon nga jo rrugë dhe kanë të largon I madhi Zot Gjelle Gjelaluhu nuk ka kush e udhëzon dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk ka Zot që meriton të adhurohet jashtë atë madhit Allah I cili është një nuk ka rival, nuk ka shok, nuk ka evlat, nuk ka familje të gjitha gjallaresat ai ka kriju ai furnizon të gjitha gjallaresat kanë nevojë për Allahun ndërsa Allahu te bareke ve taala nuk ka nevojë për asken. Salavatet dhe selamet për shëndetjet tona më të përzemërta të sinqerta I adresojmë shpirtit më të pastërt, shpirtit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së vet, shokëve të vet dhe gjithë besimtarët të cilët e kanë ndjek, janë duke ndjek dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Allahumma amin. Fillimisht lutim Allahun e Madh, Zotin e Arshit të Madh, Zotin e gjithësisë, me 99 emra të bukura që I posedon, që I ka, dhe me cilësitë e larta që I posedon, që I ka, që Allahu Gjeleshanu agjerimin e këtij muaji të madh kabul gjithëve të nëjboje, ja Rabbel Alamin. Pastaj lutim Allahun Azza wa Jall në këtë vend të pastër, këtë shtëpi të Zotit, sa kemi kusure dhe gjunahe të cilët I kemi bën gjatë jetës tonë, qofshin ato me dije apo pa dije, qofshin ata me qëllim apo pa qëllim, Allahu krejtve neve dhe krejt ummetit Muhammed alayhi salatu wasalam afe dhe makfiret në I ban inshallah. Para se të filloj une në ligjeratën, në mesin tonë kemi hoxhën Mesutin, I cili e ka zonin të mrekullueshëm që ja ka dhënë Allahu. Hiç pa pritese kisha lut hoxhën, dale aty te mikrofon, na I zbukuroje dersin ton me zonin e vet duke I recituar disa ajete kuranore, na I freskoje shpirtin ton dhe na kaploje mëshira Allahu Dhul Gjelal, po ashtu të zbresin edhe me laqet e Zotit në këtë vend inshallah. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Ashtu si jemi të bunë që këtë xhami, ashtu si jemi me ledhën këtë xhami, na të boje dhe të na mbledhe i madhi Zot Gjelle Gjelaluhu në mejlisin e Rasulullahit alayhi salatu wasalam në Jannatul Firdaus inshallah. Dhe me laqet të cilët na tash nuk i shohim, ata janë prezent, pas këtij mejlisit dhe shkojnë te Allahu dhe i dërgojnë informacione dhe lajmet se çfarë ndodhi këtu, edhe pse Allahu i din. Të thojë Zoti Dhul Jalal ashtu si ka ardhur në hadisin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kumu faqad ghafartu lakum. Çuni prej këtij vendit, shkoni se ja u kum fal gjitha kusuret. Allah i nasip inshallah. Vëzër, ne me lehen Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalalu sot në këtë ditë të Ramazanit, në këtë gjendje në të cilën jemi të agjërueshëm, do t'i harxojmë disa çaste, disa vakte të shkurta nga jeta jonë, e cila është mjaft shumë e shkurt, duke shpresuar rizën e Zotit Xheleshanuhu në shpjegimin e disa ajeteve, ashtu si e kemi startuar surës Yusuf. Ne në dersin e kalum shpjegum ajetin numër 1, numër 2 dhe numër 3 të surës Yusuf, andaj sot jemi në ajetin 4 dhe 5, inshallah taala. Jemi në ajetin 4 dhe 5. Allahu te baraka wa taala në ajetet në fillim tha nahnu naqussu alayka ahsana alqasas. Na ty o Muhammed dhe ummetit tan do t'i tregojmë tregimet më të mira çka mund tregohen. Këto nuk janë tregime për me shtit dikan në gjuhë, këto nuk janë tregime për me shtit dikan vesh uzhivate, po këto janë tregime që Allahu Xheleshanu i ka shënuar në Kur'an dhe ne adhurojmë Allahun nëpërmjet këtyre fjalëve, se janë fjalë të Allahut te baraka ve taala. Ndërsa Allahu Dhul Jalal thot wa man asdaqu min Allahi qila. A ka dikush që e flet të drejtën më drejt se Allahu? A ka dikush që fol më drejt se Zoti? S'ka. Allahu Gjelle Gjelaluhu ne i përcjell dhe na interpreton me sasinë dhe masën e seneve të cilët na kemi nevojë për ta. Me qëllim, dietarë dhe komentatorët e Kur'anit Kerimit thënë, na me qëllimin atë ja u dërgu juve dhe ja u shpjegojmë këto ajete që të mirëni mësim ju nga këtë që kjo që ka ndodhur. Allahu Gjelle Gjelaluhu tha tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Dhe ata janë pejgamber të cilët na i kemi vendos në për grada, dikan ma nalte, dikan ma posh. Fe bi hudahu muqtadi, tha edhe hec ti o Muhammed, mas asaj që kanë hec pejgamber të Allahut. Kjo kur thot Allahu hec ti o Muhammed, e ka për qëllim krejtve neve, edhe na të hecim mas asaj që ka hec Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ajeti 4 thot kështu, estodhu billah bismillah, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu ahada 'ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Tha përkujto. Pse i tha përkujto? Idh. Përkujto Muhammed. Në ajetin tjetër tha fadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin. Tha përkujto se përkujtimi i bën dobi muslimanit. Besimtarve ju bën dobi përkujtimi, ti andaj vazhdimisht përkujto. Dhe detyra e pejgamberve, çdo pejgamber që ka ardhur te populli vet ka qenë detyra kryesore me i përkujtu njerëzit për Allahun te baraka ve taala. Me i përkujtu njerëzit për atë çka është e drejtë nga ajo që është e pa drejtë. Ajo që është rrugë e Zotit nga ajo që është rrugë e shejtanit. Ajo që është rrugë e shpëtimit nga ajo rrugë e shkatërimit. Andaj njeriu i mëshëm kur dikush e përkujton me diçka,
Nuk ja ban hecbe ti, ati kimet me më kallzu. Ati kimet me më kallzu. Jo. E pranon. Ebu Hanifja radiallahu ta'ala anhu apo rahimahullahu ta'ala, imami i madh, imamul a'zam, e ka emrin të ne i thënë imam Ebu Azami. Ebu Azam i thënë me leximin e shkronjave turqisht, ndërsa origjinali arabisht është imamul a'zam, imami i madh, shumë i madh, me dije shumë të madhe. Një ditë o kon të hec të shku për në xhami. Të hec, pite shtëpia të shku për në xhami. Dhe e shen një djalë të vogël, sikur këto djemë të ri që ka hip për mi zit. A i thënë zit mur. Edhe fëmijët e kanë zakon si fëmijë, mundohen të njerë nga ajo energjia që Allahu ja u ka dhonë në mbrëmsinë e vetë, ti bajnë do lëvizje, sidomos disa fëmijë që janë më të lëvizshëm, bajnë do gjona të hatashme dhe të çuditshme. Kish pas hip për mi zit, për mi mur. Dhe i ka qelë kratë, ashtu si i qelin këto të atletikës që bajnë atletik, fiskultur, edhe tu hec në përzit, të e majtë baraspesha. Kur e sheh Ebu Hanifja rahimahullahu ta'ala këtë djalë të vogël për me zit, i thot djalit, mëmër e vlat. Këshirni, kjo është mësim për neve ma vjetrive, sidomos a ka gjithë për juve ma vjetrive, kur të shifni fëmijë të bëu gabim, mos i thuj more pis, more majmun, more pa nder, pa kultur, pa edukat, jo. Mere me të mirë. Fjala e mirë, mos harroni xhamat, fjala e mirë i çel 100 dirë të çelikit të ekrit. Fjala e keqe nuk arrin hiç kërkon me bon. Për çfarë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma kana rifku fi shay'in illa zana, nuk bën vaki që dikush me butësi ta bëjë një punë, vetëm sa ajo punë do zbukurohet, wa ma nuzi'a min shay'in illa shana, dhe kur ta përdoresh atë fjalorin e arogancës dhe fjalorin e çortimit, vetë se të ka me prish atë punë. Ju afru tha, o djaliem, o birjem, o evlat, mashallah, sa djali mirë kane, Allah i ta ka dhonë tije, ta ka dhonë që këtë energji shumë mirë, po mëre birë, mëre evlat, se po të rëshit koma, zotim në rujt, po të rëshit koma dhe rëzosh, mu në thënë dë një komë, dë një krije, në Allah i më se bofë dhe jetim valit. Djali pja tjenalt, qëka i thot Ebu Hanifës? I thot, o imam, ki kujdes mos të të rëshit e ti koma, se që atere kejtë na kina më ra. Subhanallah, që ne? Thot, ki kujdes o imam, ti, si hoqë, si imam, si lider, si prijes, me ra ti, atërë është problem, se me ra unë e fëmija, unë e s'ka gajle, ama me ra imami, është shumë punë e keqe, me ra një lider, është shumë punë e keqe, me ra një hoqë, një muderis, një profesor, një doktor, një shkencëtar, që atërë është keqe, që atërë kina ra keqë mas teje. Ebu Hanifja uli kryen, edhe u lutë për këtë djalë, tha, Allahu të të ruje, të të begatoje, dhe të të ngriten këtë dunja edhe nalt, po prapë ngoja hoxën zbrit për ati zidit. E pranoj, ne duhet të pranojmë kur dikush në këshillon, edhe në përkujton, edhe në thotë, moni bekshën se kjo punë nuk është mirë. Kjo punë nuk është mirë. Këtë punë mos e ban, mos i thuaj hajde me se halliot kamet me më kallëzua. Jo, pranoje. Hasani edhe Hysejni, kush janë Hasani Hysejni? Nipat e pejgamberit alayhis salam. Kanë orë xhami, kur kanë orë xhami, e kanë pa një beduin. E kanë pa një beduin, i cili ka qenë musliman ama fshatar. Beduin i thënë fshatarit, i cili jeton shkretin në fshat. Ka ardhur në Medinë dhe ka vendosur që të hijën xhaminë e pejgamberit alayhis salam mu fal. Ka hijën xhaminë e pejgamberit alayhis salam mu fal, ama për mu fal du të me marrë abdes, edhe ki fillon me marrë abdes, edhe këto e shohin se si merë abdes. Mas i merë aja abdes, vene për shëndetin. I tojnë nga gjavirësia, i e mirë si kalon, i folin atina. Edhe a i thot, mashallah, ama i nuk i nje se kush janë, as që e di se janë vlezër, i thojnë o aqë, ti si ma i vjetër, ti si ma i dishëm, ti i cili ki shkoq 5 këmisha ma shumë se ne,
Unë edhe ki shoki, kina ranë konflikt. Sebe birë, thot, shka kini? Thot, unë i thamë këtina, ti s'di me marë abdes? A i mi thot mu, jo ti s'di me marë abdes. E ne kina ranë halë, në dilemë. A ka mundësi që ti t'jesh gjykatës mes neve dive? Na dë marë me abdes, e ti në këshirë neve, cëllë jo dalash në kalzon. Edhe fillojnë Hasan i Husejni me marë abdes, me zonë, thëjnë, Bismillahirrahmanirrahim, para së t'i lajnë durët. I lajnë të rere durët, e shpërlajnë gojen, hunën, lajnë ftyrën, krahat derin brylla, japin mes të vesht, konë, ketë si duhet me marë një abdes, edhe i thëjnë, haqë, të djenë. Ju të ditë e pas të mirë, unë e pas në dalash. Subhanallah. Kur dikush ta përkujton një sen, do me të mësu, mos e këshirë, a është më i mas se ti, a është më i vogël se ti. Përkujtoje vetën tande se në përkujtim, që dikush ta mëson një punë të mirë, ka dobi për atë që është musliman. Allahu tha, përkujtoje Muhammed, neve, të na përkujtoje neve, për shka? Për këtë shka dhe ta servoje Allahu i madhë, Zoti i gjithësisë. Tha, idh kale Jusuf. Tha, kur tha Jusufi. Jusufi kush është? Jusufi është djali i Jakubit a.s. Pejgamberi Allahut, biri pejgamberit, i biri pejgamberit, nga familja sylalja e pejgamberve. Tha, zhvillon idh kale, kur ai tha, kur zhvillon bised ai me prindin e vet. Idh kale Jusufu li ebi, kur tha Jusufi i tha babës vet. Këtu unë du të dërgoj një porosi të xhamati komplet. O vëllezër, zhvilloni bised me evladin e juv dhe lejoni që evladi të zhvillon bised me juve. Kur mos i thuaj evladit çelegojnë se të smërvesh. Ndoshta fëmia më i vogël mundet me dhonë një ide që se ka kërkush tjetër. Mundet me dhonë një ide që se ka kërkush tjetër. Për atë arsye, gjithmonë, në qovë se din, mos e këshirë moshën e ti, ani pse ki evlad, ose është evladi nipi apo dikush tjetër, mundohet krijojsh raport të bisedës mes ti dhe evladit. Në qoftë se baba dhe këta gaxhi e keni përjetu ju krejt, kur baba o konë me një kategori, djalin tjetër kategori, o konë turp me e marë evladin në preja, o konë turp me e marë evladin me hunë që në preja dhe me e marë dhe me e qafë. Pse? Atëre o konë zamani kur i kanë kesh, kush e ka marë fëmijën i kanë thonë, have ze ki laper është ki fëmijën e merë se ek pikrajt. U ka dash gjyshi me mrije nipat për me e shpalosat dashnien që e ka pas ndaj evladit, nipat thënë ma shumë duan. Edhe pse? Se së një ka dash ndaj evladin e vetë. Se ne ka qafa evladin e vetë. Kur se ka marë taputhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o konë që këtu në mihrab, xhamien e vetë normal, edhe kanë ardhë Hasani Husejni të vogël dhe i kanë këcin qafë namaz. Sot me ardhë një hoxhës dhe një fëmi, me këcin qafë, vallaj e strelatin me disë xhamisë. La havle wa la quwwata illa billah. Pas i dha selam pejgamberi sa më djathë dhe në majtë, i mure dhe Hasanin edhe Husejnin filloj t'i qafe, t'i puthe. Gjysh, pejgamberi alayhi salatu wasalam, gjysh i qafe vladin. Shembëltyr më është pejgamberi alayhi salatu wasalam për mu, për ti, për çdo kan. Nuk ka marrë ta qafish vladin tan. Po the more, thuj loçke babës. Mushë gojen, loçke zemër e babës. Në qoftë se ai nuk e nin dashnien prej babës te vladi, besoni vallahi billahi ka me pas mangësir në ndërtimin e karakterit vetë nesër. Për qatë nuk o turp. Ato që kanë thonë, ato kanë jetu me një sistem të hutum. Resulullah i merë edhe i qafë. Dhe njoni si kur ato të zamonit për pashë. Edhe thot, e tu kabilu huma. A i të i puthë, a i të i qafë. Pejgamberi sa më thot, po. Hadhani rejhanetaja minë të dunja. Thot, kjo është lezeti i jemi kësaj dënjaje. Tha, ja Rasulullah, li sittetun minë e leulat. I kam 6 prej evlatve. Ma qabbeltu ahadan qattu. Kur thot se kum puth asnjë as se kum qaf. Pejgamberit alayhi salatu wasalam nga tradita e ka pas kur u ka idhru i ka dal damari mba.
Pejgamberi a.s. u skuq dhe I dul damari, thot, çfarë të bëj unë kur ti në zemrën tonë dhe s'ki rahmet? Tha, nuk është prej neve ai I cili nuk I mëshiron të rit dhe nuk I nderon të vjetrit. Në qoftë se të vën shansa me mëshiru të rivin, mëshiroje. E ki pas se ta ka prej udhën kur e shes e fëmijë, shleja udhën ec. Shleja udhën thë haj mëshiroje. Kur ta shoh se ta ka prej udhën të një më I vjetër thë, hapë se e ka hak se është më I vjetër. Këto parime derisa kanë qenë në jetën tonë, vallai kurs probleme s'kina pas. Ama në momentin që na I kanë heq këto parime nga jeta jonë, atëre kanë nis problemet në jetën tonë. Njëri tjetrin duhet ta nderojmë me krijimin e bisedës ndër babës edhe evladit. Tha idh qale Jusuf. Tha kur I tha Jusufi, kjo çka na jep neve me dije me mësim, se edhe fëmia ka drejt me thonë. Të në shkejtën fëmijës, shëlegojnë se ti s'ki drejt me folë. Sidomos qikave, I thojnë shëlegojnë se s'ki drejt me folë, se ti e qik. Ajo rritët, ven koha që qkojë nuse, do të folë ati, thojnë shëlegojnë se ti s'ki drejt me folë, se ti e nuse. Kur të bëhet non, se le vjera me thonë, asë një sen, thonë shëlegojnë se unë jam gjallë. Kur dese vjera, ajo bëhet vjerë vend një nuse I thotë shëlegojnë se ti s'mërvesh. Kur dhe kalzoja ajo të shka? Lene mërë çdo njoni të thoja atë çka e ka. Anë mërë edhe pse o gabim. Edhe pse o gabim. Ka ardhë një gjallë I ri të pejgamberi a.s. edhe I ka thonë, ja Rasulallah, unë du me thonë një sen. Ka thonë urdhën, ka thonë I idhen li fi zina. Du më lejesh mua që këtë bëj amoralitet. Sahabët trake kanë zërë shpatën I ka thonë, kujnë e bëti ashtu? Pejgamberi a.s. ka thonë, nalu, afro. Gjaliri, shpesh dhe njerë të trit vesin do pytje, ati të nësë si s'dven more pisi keq, s'dven more mëre a vetët, mëre hoxha, ani ven e ta vese, ajo e munon për mrejnë e ta vese, në të kalzoja e shka, shfar dhim të ka që ta dina diagnozën, tha afro, u afru. Kur u afru, tha shfar dono djallë, tha, ja Rasulallah, vlon mua për mrejnë, jam gjalliri, unë kam nevoj për grue. Lejom, sun po martona, lejom shkoj mas dhe një gruës, shkoj ta kryat egon teme atë nefsin tem shka. Shpesh të trit, kur qelet muhabeti I grave dhe asi knaqën, të të gjalleni derës se të vazhdojnë atë që këtë derës. Dhe si keshin këtë trit. Pejgamberi a.s. si edukator tha, lenen e të shprehet, a ju shprehet, tha kam siklet, ja Rasulallah. Unë jam I ri, kam kuvet, kam sen, du të martona. Tha afro. Tha qatë gruesh ka ti do me e bon qatë pun të keqe me ta. A e ki qef të boje dikush me motrën tënde? Tha jo. Okay? A e ki qef dikush me e boje me nanën tënde? Tha jo. A ki qef dikush me e boje me tezën tënde? Tha jo. A ki qef dikush me e boje me halën tënde? Tha jo. Tha po edhe ajo gruaja që ka ti do të ta bësh, ajo është motra e dikujt, bija e dikujt, nana e dikujt, halla, tezja e dikujt. Dhe afro, tha. Dhe vendosi pejgamberi a.s. dorën për mi zemër këtu ngjikës. Tha Allahumma hassin farja. O Zot ta bane të ndershëm. Ruje këtë djalë të ri nga çdo e keqe. Thojnë se çiki djalë kon më I ndershmi në Medinë mas duas pejgamberit a.s. Po kur kjo u bë? Kjo u bë kur zhvilloi pejgamberi a.s. bised mes djalit të ri dhe atij. Ktu ka drejt dhe fëmia të shtëpia me fol dhe praktikoni be kur I mirni vendime të shtëpia të mbledhni të shtëpia edhe të bisedoni. Thuajve djalit ha, dojna me bon që këtë çfarë mendon ti o evlat? Çfarë mendon ti? Ka me thonë o babs, si to shti edukum, ka marrë edukat për ti, ka me thonë o bab, për mi fjallën tonë e fjallë nuk thuat. Shka të është ti që aja është fjallë e eme. Që kështu thot e vladi I hajrit, që kështu thot fëmija I cili është I edukum në edukatën dhe frymën islame. Tha idh qale Jusufu li ebi, kur I tha Jusufi, përkujtohë pejgamberi Allahut, kur I tha Jusufi babës së vetë. Këtu tregohet sa është lidhshmëria dhe nevoja e fëmijës për babën.
Për qatë fëmija nuk llogaritet jetim në qoftë se i dek nana. Në Islam, fëmija jetim, kur llogaritet që është jetim? Kur i dek baba, jo nana. Kur i dek baba, se baba është kodra dhe forca më e madhe që e mbështet e vladin. A keni pa fëmijën kur ta vetish, kush është më i forti? Ha blerim, kur të kanë veti vogël, kush është më i forti? Baba. Kanë thonë baba. Pse? Se baba gjithmonë është figura më e madhe që njeriu e shen jetën e vet, ha? Irneki më i mirë. Ha? Ai trimi më i madh për e vladin kush është? Baba. Edhe kur ta vetish besim, a mund e fiton dikush babën tan? Kur hiç. Baba im është më i forti. A ka dikush i dishëm? Baba im është. A ka dikush i Zoti? Baba im është. Pse gjithmonë baba është figura më e mirë për fëmijën. Idh qale Yusufu li abi, i tha babës vet, djali, sidomos djemt, kanë nevojë që baba t'ja çelë udh, edhe ai të hece udhën që e ka çel baba dhe gjithmonë e ndinë vetën e vladi se kur shpina si be një azin tokë, sepse e ka mas babën. Ha? Ndërsa jetimi jetim, llogaritet jetim, për çat pejgamberi a.s. thot, unë dhe ai i cili kujdeset për jetimin kina me konë xhennet që kështu, i bashkoj këto dikishta. Pse? Se ka babën. Na gjithmonë i themi, gëzojni jetimin ditën e Bajramit, veshja petka çështu si ja ki veshë vladit tan, se ai se ka babën. Nuk e ka baba. Për çat është kategori e ndihshme e njerëzve jetimi se ka babën. Tha idh qala Yusufu li abihi ya abati. Tha përkujto o Muhammed kur Yusufi i tha babës vet, Jakubi tha o baba jam. Subhanallah. Tha o baba jam. Nuk ka lezet më të madh për evladin kur e mush gojën o baba jam. Nuk i thot për shembull ta thirrë me emrin e vet. Ka mujt me thonë o Jakub. Dhe gjuna llogaritet sipas rregullave të fejes islame e vladi ta thirrë babën e vet me emën. E vladi ta thirrë babën e vet me emën. Isha duke lexuar sot në librat e tefsirit, shpjegimit të këtyre ajeteve, thot me kon që i thot fëmia, murtes. Babës vet, që ki plaki jem? A di, në shpesh tojna, që be këto plesht e mi? A thojna na? Llogaritet një prej gjunave që i dhrejnë Allahun xhella xhelaluhu. Subhanallah. Me thonë babës tanë, që ki plaki jem? I dhroj ka Allahun te bareke ve taala. Gjithmonë ki me thonë baba jem. Dhe nuk ka sen me të cilën ki me kënaq Allahun kur të bisedosh për prindin tanë se sa me thonë baba jem. Baba jem, jo prindi jem, baba jem. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha el waladu lil firash. Tha fëmia është i babës. Fëmia është i babës. Nime nona e ban, nona e lind, po është i babës. Edhe gabimin më të madh që e bëjnë te ne kur e lexojnë tallkinin, që e lexojnë emrin e nanës. A dini ka kamet kjo? Kamet nga dervisht. Nga dervisht kamet. Me thirë o një azi i biri i filanës. Pse filanës? Thojnë se sedina taman kanë e ka babë. E akuzojnë nonën për zina. E akuzojnë nonën se pele babën kanë e ka pas, pele ka shkua jo. Jo. Pejgamberi a.s. ka thonë ana nebijun la kedhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Thot une jam pejgamber dhe une nuk jam rren dhe une jam biri i Abdul Muttalibit. Baba i madh i familjes. Kur të vesin biri kujna ije, për para të ne u ka llogarit marrë me kalzojnë emrin e nanës. Vdes njeri e kalzojnë emrin e nanës, o gjavet, si e ka emrin nana. Çka të intereson ti si e ka emrin nana? Qërat emrin e nanës tande. Dhe kjo duhet ndrohet, xhamat, kjo duhet ndrohet be, se kjo nuk është e jona, as një qitab së në gjenë, niq. Tha ja ebeti, o loçka jem, o baba jem. O loçka jem, o baba jem. O zemra jem, o bab. Dhe nuk ka për babën knatësi më të madhe. Ketë këto shka janë prindër, shka janë babalar, sefte kur e ka një e vladin e vetë të i thonë o bab. Të ne i thonë o babuq, o babush, o buq, o kojdjune si i thonë. Jo, bab.
Ja ebeti, o baba jem. Kjo është termi më i përshtatshëm që e ka zgjedhur Allahu xhaleshanu në Kur'anin familjar. Ja ebeti, inni ra'ayt. O baba, thotë unë e kam një gajle, një telash. Ha o bir, fol o bir. Lejoja fëmijës tanë të t'i kallëzoje telashet e veta shka i ka. Veteve zbrit. Vete, banë muhabet sikur shok me ta. Se nuk ka shok më të mirë se sa evladiot. Dhe për evladin nuk ka shok më të mirë se sa baba. Kënaqet fëmia, kënaqet edhe baba kur dalin babe mi me hec. Sidomos ato shka i kanë ma shumë. Gjem, nazimi 3, mashallah. 4, 5, dikush ma shumë, dikush ma pak. Kënaqesh kur i sheh janë rrit më të mëdhoj se ti, ha? Krenash. Sidomos kur i ki të hajrit, elhamdulillah. Sidomos kur i ki të hajrit. Lejoji që ai të bëhet shok me ti. Lejoji që ai të zbrese në nivelin tanë, apo ti zbrite vetën në nivelin ati. Tha o bab, ta e kam bëni gajle une. Fol be birë, ta çfarë gajle kije? Te ne kur ti thoje djali, e kam një gajle o bab, ta mirë një ta dini me dije se e ka do të martohet. Trit keshin në ne. E di, dhimtën e vadi dhimtën në ative. Tha o bab, ta e kam një gajle. Çfarë gajle kije? Tha, unë o bab, tha, për omë, tha, im shela sit për me ra me pushu. Dhe unë e pash një andër të çuditshme. E pash një andër të çuditshme. Fëmija shë andër, ketë njerëzit shojnë andër. Dhe Allahu Gjelle Gjelalu, andrat gjemati ka bot 3 lloj. Majni men. Andër që është prej Allahu Gjelle Gjelalu. Allahi ti sredit disa sene në gjumë. E dyta është andër që shë nga shejtani. Vën shejtani edhe të ngucë nga cmon në gjumë. Dhe ti sredit disa sene që ti për mu trishtu, për me prish rahatijën, për me të bo vezvese. Ka shumë njerëzi do të kumpani andër tut në nesër shka të bëhën. Nëse tut, rera, andër është aja. Njeriu kur të shofe andër të keqe, pejgamberi a.s. tha, kur të shoni e keni pa andrën të keqe, shka duhet me bon sefte? Ta duhet mu këthi anën e majt, edhe me pështi 3 herë. Me thonë, audhu billahi minash shejtanir rajim, tu. E kish pa njani një andër të keqe, i martu me grujen, e në i shtrazue. E në grujen e kish pas anën e majt, edhe kish thonë, audhu billahi minash shejtanir rajim, tu. Ama i kish menu se me pështi, për një me pështi. Ajo nuk është me pështi, ajo veç me nëzirë frim, ajo kish pështi për një me. E kish rasutu grujen, gruja i kish thonë, shkaj të bo, thot që do të bash një anër keqe dhe kërkova mbrojtje për Zotit, për shejtanit, e pështina, të ta unë a shejtan duk në shlasnja. Jo ti e trishtu dhe me trishtu që të kanë, po të qohë është edhe të odhë billahi mine shejtan rajim, 3 herë. Me ketë duhe shka të bëjsh të ndresh anën, në qovë se ki pa andrën në anë të djathë, kira me fletë që muslimani be në anë të djathë. Anë të djathë e vënom që ketë shpullën e dorës në faqe, edhe komën e djathë të nëzirë përmi komën e majtë në ben kra. Kështu ka fletë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Be anën ja këthen ftyrën kiblës ose kokën ja këthen anës kiblës. Kështu ka fletë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Në qovë se e ki pa në atë anë, në atë pozicion, edhe kur i e quë e ki pa se anën e gjathije, du është të ndresh anën e majtë. Kjo është loj i ditë, ndërsa loj i tretë, është hadithu nefs. I thënë, shka ki bo ditën e ki pa natën. Ka dikush ka shetë speca, patligjana në pazar, e në kur be me ra me fletë, janë i sajmo 3 3 kg 100, 3 kg 100. Pse ai gjithë ditën çat punë ka bën. Ai qetri çohet natën edhe veç e bën me dorë kështu, trap. Se gjithë ditën me telefon lunaj. Ai në gjumë me telefon. Ai qetri veç an 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ban fizikulturë se ai mirët me sportist. Ai qetri shka ban qerasene, i ban edhe qerasenet, ju triti dini. E tash shka të bëjsh ditën, çat ki me bën natën dhe kjo është hadithu nefs. Trupi në gjumë me shetë çka ka dash me pa në çka e shetë në jetë. Tha o bab, unë im shela sit, edhe e pash një andër të çuditshme.
Çfarë tha ky Babil? Tha ra'aytu ahada 'ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Dhe njerë fëmijët din me pas se ndë në ëndër që ja inspiron Zoti Dhul Xhelal, dëgjoja një ëndrën në qoftë se nuk është e keqe. Ka ardhur njëri ka thonë Resulullah kum pa një ëndër të keqe, ka thonë ëndrat e këqija mos i kallzoni. Mos i kallzoni. Veç thënie udhë bilan shtajim, mos i kallzoni. Ndërsa ëndrat e mira është mirë me ja kallzu edhe me ja kallzu ëndrën dikujt i cili din ta komenton, ajo është lëmi në veti. Mos ja kallzosh çdo kujna. Sa ai ta komenton gabim mos anë bëhet çështu si e ka komentuar. Tha i kom pa, tha, 11 planeta. Subhanallah. 11 planeta, dielli dhe hana, tot 13. 11 planeta dhe dielli dhe hana mbëshin mu sejdë. Subhanallah. Jakubi a.s. pejgamberi Allahut. Njeriu i meqëm. Kur e ndëgjon e vladin e vetë se çfarë gajle ka, shka ka pa, shka ka përjetu, din t'i vlerësoje dhe t'i komentoje çashtu si duhet. Nuk i tha kur gjon për shkak nivelit të moshës që e kishte, por i tha ja bunej, o biri jem, nuk i tha o makar, nuk i tha o pis, nuk i tha o ti hupsh, o ti, jo, tha o biri jem, o lo qka jem. Tha la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Mos i trego që këtë qka e ki pa vlezërve tu. Mos i trego vlezërve tu. Feje kidu leke kejda. Sepse ato kanë me të bon kurth. Inne shejtane lil insani adumu mubin. Sepse shejtani për insanin është armik i përbetumi i qartë. Qërë tash, si duhet të menagjojsh ti punën tonë dhe me vladin tanë. Sefte, kur zbritish në nivelin e atit, janë dëgjësh ti gajlen shka e ka, bisedo me ta me fjalë të përzgjedhura që do t'i bajnë gjoksin e djalit të ketë në të ardhmën shpres që të muje të bisedoje edhe përse ndë alamat mëdhoja me ty. Për problemet të cilët sot fëmijët, në udhubila, une mëngjes, isha tuke ngu një hoqë të madhë, Said el-Atiq, e ka emni një prej xhallarëve të mëdhej të dijes në botën arabe, thot kishart një ditë një fëmijë mi kallëzue një problem babës vet. Në mahallën ku ka jetuar ai hoxha i ka thonë o bab, du me të kallëzu për një problem. Ka thonë hec mëra e vlat se s'kam vaktu në me ti mu marë. Kam 100 milion probleme, hec çfarë problemi të më kallëzosh ti mua? O bab, ka thonë, problemi është shumë i madh. Problemi është shumë i madh. Ka thonë, azme se unë i di problemet e juve. Ja dhe lip një pare, ja dhe një me shku në ekskursion, ja dhe një me shku me lujt diçka, ja e ki motë një bela, jam lodh mune me problemet e tua. O bab, ka thonë, lejo mërë të spjegoj, s'du me një piti, hec, klau një dishkulla, hec. Mas 4 ditëve djali virët. Subhanallah. Djali virët. Pse në shkollë mësuesi e ka maltretu seksualisht djalin. E ka maltretu. Sot, prezent është të nebre, janë të varë fëmija. Për shka janë të varë fëmija? Po kanë ato një telash. Dikush e ja be dilin për mikrije, ja be shpirtin të fiti, do gjojë më revladin se ka mundësia i do me të spjegun një sen tije, një problem që ti duesh me intervenu. Na nuk themi kur ka probleme me shku me nëzër problem më të madh, por duhet me intervenu si prind. Qoftë ajo në sferën e mësimit, arsimit. Qoftë ajo në sferën ku ato luajnë dhe i zhvillojnë aktivitetet si fëmijë në mahall. Qoftë ajo në familje mrena. Frik këtu në Shkup kem me një shkurorzim. Edhe shkum me i shkurorzu burr, grua me fëmija ka ardhi ka thonë babës vetë, o bab, ti kur shkon ndrimin e tretë në punë, nana shkon në bank. Qysh më shkon në bank? Po thot o bab, fëmijë vogël, s'di të kallëzoje, s'di të më shefe. Thot nana shkon në bank. Çdo natë çka ti shkon e treta ajo shkon në bank. Edhe keni ditë i thot grys vet,
thot unë jam të shkuar në punë, në treta jam sot. S'o kom punë. Dhe del shefët. Kur e sheh gryja vet, tu dal për të shtëpia, të shku që tërkon në udhubila ku s'do të më shku. Dënjëherë, fëmijët din të interpretojnë sendet nërgjin, ish pa i ndreqë dhe pa i zbukuru. Pastaj ato sendet janë të mëdhoja, dëgjoj më evladin, dëgjoj se ka problem me shnetin, ka problem. Fëmija ju ka ankuaj zot hiq, fëmija ju ka ankuaj hiq, kur ta shosh, pastaj ai operacion. Po si kin dëgju ti fëmijën me kohë? Dëgjoj fëmijën me kohë se ka mundësi ai din edhe don të ta shpjegojë në sens që ti hiç nuk ta rrok radari jot. Tha i kom pa tha unë 11 planete edhe diellin edhe hanën të më bo seqde. Kur e ndëgjon Jakubi a.s. këtë qka aje ka pa, e ka marrë vesh se kjo është një signal i madh prej Zotit Dhul Xhelal për këtë djalë. Kur ta shifni xhamati jam se fëmia e ka një dhunti, Allah i ta ka dhënë ti një basiret edhe ti e sheh se fëmia i ka një talent, mos e pengon. E ki pasi i shkon futballi, lënë besoj të bëhet futbaler. Kom vendos të dhe bëj hoq. Po s'bëhet mëra hoqe? Pse është ti më zërë? Kom vendos të të dhe bëj doktor. Po s'bëhet ai doktor. Ai merak të shtie gjep gishtat të marrë kuletat njerëzve. Hajdu taj të bëhet. Po s'bëhet mëra doktor, edukoja atë për që tërse. Ka dikush do me knu, po shlëmën në të knuje, alhamdulillah ka sferat ndryshme, për nuk është pa tjetër të bëhet muzikant. Po dikush do me u bo artist, që e kemi artistit. Baba vet, u ka munu të bëhet doktor, zbot, lene artist që u ka bo artist. Edhe që si artisti, bëhet që dhe para muem kesh edhe pele se shka thot. Artist. Aj qetri u ka bo zdruktar, aj qetri u ka bo postier, aj qetri u ka... Zdo kujna, Allahu ja ka dhonë nga një talent, njetë, e pja mundësien be. Bile, këshirni, edhe që kjo është shumë e rëndësi, obligohen muslimanët, këtë e thamë une me plot përgjithësi, në qoftë se me një vend, ku jetojnë muslimanë, u ka shpalos një talent, edhe nuk i ka mundësit, që ai ta zhvilloje talentin e vetë, obligohen muslimanë të mbledhin zekatin edhe t'ja japin Sametit, që të bëhet futbaler. Sametit ja këshin dhonë mundësien, sot ishte konë ndoshta me ato futbalerat e mëdhoj. Po si ka pas, i shkrejti a fakultetin të asose, a nën e bab t'i këshire asen, u ka bo trener. Apo? Samet? Profesori, Allah i rujt shumë. Edhe plot tjerë, po obligohen musliman zekatin me jadhon, që ishmërë zekatin me jadhon, po fukarat, hajtë se fukarat nuk desin. Na e kina për qëllim të qesmi një talent që ka me rrit komplet shoqërien, ka me qu ku duhet. A e dini me se Maqedoni edhe në Kosovë, sidomos Kosovë e lexova me një revistë, kishte dalë një pilot kosovar i ri tash. Arritur e madhe në Maqedoni në Kosovë, pas ka dalë një pilot. Subhanallah. Pse cëllon i shtet, cëllon i popull nuk kena na pilota. E pastaj dojna me bu në peleshka, po jo. Për atë arsye edhe shteti, edhe shoqëria, edhe muslimanët, edhe krejt, duhet të ndihmojmë talentin kur të shohim që ka talent. Por jo me përdhos, por me adhon mundësien që të shkollohet, të zhvillohet talentin edhe të ecë përpara. Kur e pa Jakubi a.s. tha në rregull është të birë, po që ketë, mos ja kallëzot diku tjetër. E vesin të ne, qëka të bosh ti? Është në për shkollë, e vesin, qëka të bosh në për mahal, qëka të bosh? Aje ka vendos shkoje me këmë u bon, nuk duhet me kallëzu. Nuk e ditë, da e shohim. Pejgamberi a.s. tha, ndihmoni vetën duke e mojtë në sekret atë qka do të arish një jetën tënde. Qëka do mu bon? Qëka do mu bon? Do mu bon arkitekt. E ne janis min një herë gjelozia. Ai çka ka me e një, thot, djali Ademit, dhe ke më bë halli ati, ka më bë arkitekt, inxhinier. Mëre, baba vetë shapshall, gjalli dhe bënë shapshall. Nuk është ashtu. Nuk dihet Allahu Gjelle Gjelalu u kujna çfarë mundësi i jep. Nuk dihet çfarë mundësi i jep. Imam Gazaliu, një dietar shumë i madh,
i cili kalon mas veti vepra shumë të mëdha, libra, edhe zbërthime shkencore, baba vetë o konë hamal. A di çka do të thonë hamal? Me karkim shkarkim. Ama djali kalon bibliotek librave, ka shkrujt, ka bo zbërthime, ka bo ulumtime, ka bo sende, po kush e ka bo? Baba i ka thonë, o birë, baba hamal, ka me punu, ama ti ki me mësu. Ç'kështu duhet me konë baba. Edhe mos i kallëzo kërkujna. Majen sekretën veti, se e vladi jo çka ka me bo. Nuk e dina, dhe shona, inshallah, Allah i shka ka caktu. E shë se nuk shonë kërkun që e në trekti, që ti, se trektia i mledh këtë të fëmijë që ka s'kan ideja për jetën e vetë. Shkolla trekti këtu të ne. Dërsa ato, ka shtë edhe se flishmarku në kanë bëtë qështu. Aplikon kam mësë edhe në fona e shkonë zële më. Apo? E tash, dimoje, kur ta marrë vesh, dhe mos të rego, tha, la të kësus rujake. Kërkuj mos i kalzo, tha, o birjem. Pse? Se ka mu lemrue një smuje dhe një diagnoz që e ka emnin haset. Çka është haset? Gjelozi. Gjelozia është gjunahi i parë që u ka bon qiell dhe gjunahi i parë që u ka bon tokë. Gjunahi i parë që u ka bon qiell, cili është? Gjelozia. Ndaj kujt? Është iblisi, shejtani, ka jetu në katin e melaqeve. Jo, ajo se është gjuna i ditë. Gjuna i parë që e ka bon iblisi është kur Allahu e ka kriju Ademin a.s. dhe ka thonë ka me e bon më këmbës në tokë, aje ka gjelozu. Kjo është gjuna i parë. Ku? Në qiell atje lartë. Ndërsa gjuna i parë në tokë, prapë është gjelozia, gjuna i parë në tokë është prapë gjelozia, mes Habilit edhe Kabilit. Pse kje ka gjelozu, pse kje ka gryën ma të heshme, ma të bukur, pse i ka ra hise këtina, e ka gjelozu pse Allah ja ka pranu kurbanin këti e këti si e ka pranu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, gjelozia i han punë të mirat njerit, ashtu si i han zjarmi drishkin e hekrit. Kur dojnë me hek drishkin e hekrit, qka bojnë e qesin në zamë? Edhe ajo e shkrin, kadal, deri sa t'i bere jetë vetëm hekër. Njeriut ja han veprat e mira gjelozia dhe e bën pa vepra, ja hek këtë se vapet e le, në për disa hadithe është emrua el halika, ka thonë briq, briq, që ka runë briqi, ja runë muslimonit këtë veprat e mira. Për qatë dy suret e fundit Kur'an Kerim, cilët janë me radhitje, kul a'udhu bi rabbil felek edhe kul a'udhu bi rabbin nas. Këto për shka kanë zripa, edhe ne? Për diagnozat e rizikshme. Çka ka thonë Allahu? Min sherri hasidin idha hasad. O Allah, ruaj mua nga ai i cili më xhelozon kur ai më xhelozon. A e keni pa? Si ta bëj shpijen janë nisën, filoni, ai kështu, ai ashtu, deri që kur s'ka thonë. Veç se e ki bo një sobe, një ode, e ki bo, a i ka njës ka gjelozu tije. E ki ndru kerin, e ki pas një kerë, por është një këtë mamli, pjesë të Irak, kamos, shta e ki marrë një këtë pesë, kur të gjonë, ko? Halli vlerimit ka marrë x pesë, a pesë, x pesë. Ka marrë një kerë, po hanive, alhamdulillah. Duhet me të bo qefi, kur dikush arrin dishka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga vërtytet e mirat besimtarit që e dëshmon imanin e ka përshkruajt, ka thonë en yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. T'ja doje vëllavit dhe vetë qatë që ka e do për vetë vetë. Tregojnë dietarët edhe ulemat për para, në për qitape dhe në për vazë, në për derse, ish paskon një fukara, ish pas lutë shumë u ka lutë në zemë, tepër, dua, edhe, ama s'po i pranohen, edhe u ka mërzit, një natë kishra me fletë edhe ju ka stredit blerim një melek, edhe i ka thonë si dush me të bo kabul lutjet, kur të lutësh për vetë vetën,
kemi u lutë për kojshien, baftien, 2 herë më shumë. Shkat lipish 2 herë. Njerë u ka menu anive, i ka ngrejt durët, ka thonë, o Allah, mundëso ma të blej një kali, atër e kam pas mjetë transporti kualt, devet, hajvanat, s'kam pas kere, ka thonë, o Zot, mundëso ma një kali mu, baftijës di. Allahu i përgjigjët. Ki vend për pazarit e ka blej një kali edhe krenar, e kam blej kalin të e krej, një azit, kur e shë qia dipi për ue. Subhanallah. Ja nisë me i punua jo për mrena. Thot, me duan teme, unë e njaki di. Filon me punu. Edhe për lutët, për thot, o Allah, po të lusë zëtët mundësomave të baj shpijen, se mu ka rrit gjali, të baj shpijen e të martoj. E mundësoja këshijes di. Edhe fillon me punu, i vinë do biznisë shpet, për një muj, e mledh majstort, i mledh sendet edhe vendos të aniset temelja në shpijës, kur është e kojshia, baftia di. E këshirë, thot, me duan te me këtë di shpija. Edhe janis me not. Punona e keq janë zemë. Thot, o Allah, merë ma mu njënin si, baftis merja di. Allah i si ja pranoj këtë duan. Nuk ja pranon Allahu duan ati që është gjelos ndaj të mirave të njerëzve. Definicion, çka është gjelozia? Gjelozia në fenë tonë është smuje e zemrës, e cila e godet zemrën e smund, duke e gjelozu njerin që ja ka thonë Allahu të mirat. Për çat Hazreti Alia, kur i ka thonë njerëzve, i ka thonë, irda bima qassama Allahu leke tekun aghna an-nas. Ka thonë, kënaqu me qatë që ka ta ka thonë Allahu, ki me konë pasaniki më i madh. Kënaqu me? Ti ta ka thonë Allah i një kërë, a qëtëre ka bo milionët i bojeve, alhamdulillah. Ki me pa, kur ta shlësh që kështu zemrën, Allahu ka me dhonë shumë ma shumë tije. Tha, mos i kalzo këtë shkri ki pa, o birë. Se ato kanë me gjelozu. Ata kanë me gjelozu. Mos i trego. Sepse kina punë me një armik që punon në mrënsirën e insanit. Cëllë është? Shejtani. Tha inna shejtane lil insani aduwwun mubin. Tha se shejtani është armiku i përbetum i qartë i insanit. Armiqësia e shejtanit kur filloi? Filloi ditën kur Allahu urdhnoi t'i boje melaqet t'i bëjnë sejdë Ademit alayhi salatu wassalam. Ai tha unë jam më mirë se ki, u bë mendje madh. Allahu i tha pasi që ti nuk don, kena me të largu prej katit melaqeve zrim tokë. Tha am largove, po tha, bilet kum largu edhe nga rahmeti jem, ki me konë xhenem për gjithmonë, për shkak krijen altësijës që e kim ndaj meje si Zot, tha o Zot, pasi që tim ki largu, unë e tha ka me ju bo këti, Ademit, dhe pasarzëve që kanë me arë mas këti, armiku më i madh që ka me ekzistu. Si ki me publiku armicien, tha kam i largu nga rruga e drejt, nuk kam i lonë që ato që kojnë rrugës drejt. Kam i pengu, kam i marrë ketë me vetin gjenet. Allahu thamë, ketë meri, por ta dish se sën kimi i marrë krejt. Tha ato që kanë me konë sinqert, për i zatë Zotit dhe Gjelal, ato sën kimi i marrë. Filloj armicia prej atere, dhe armicia e shejtanit o vëzër është këtë sferat e jetës. E para, kur i e qutë, vazhdimisht ven edhe ban vezvese. A ti mendon se mendimi jot, ajo është vezvese e shejtanit. Për me pengu këtë, dush me nejt me abdes. Dush me gjithmonë t'i bësh sendet me bismillah. E dita, në gjumë. Kur me flet, shejtani e ban atë armicien e vetë, të sulmon, nuk le rahat, t'i qonë andrat, në udhubillat ta shtrëngon edhe fitin, dhe njëherë ashtë ka thënë të ne, e kish rok ankthi. Nuk ka të bojë me ankth kur gjo, ajo shejtan, e cila e shtip njerin gjoks, se e gjeni dop njerin, se mbrod në gjumë, gjumi është motra e vdekjes, gjysmja e vdekjes, njeri kuron gjumë, nuk on vedije e sulmon shejtani edhe e shkel në gjoks, ti duko se të bashkun, ato eshtrat e kocive në një gjoks, ndërsa ajo është vetëm një sulm i shejtanëve që e bajnë insanit. E sulmojnë në ushqim.
Në qoftë se nuk thu bismillah, në fillim të ushqimit, të hanë ushqimit. Që po unë e be angra, ti e angra ma bereqetin të ka angra. Ti e angra ma sunungine, ti e angra ma shkoj këtë poshtë, do bi spate. Të sulmon në pije, në qoftë se nuk thu bismillah, nuk pi me dorën e gjathë, merë pjesë me ti. Të sulmon në vesh mbathje, edhe në vesh bathje. Në qoftë se nuk thu bismillah, kur e vesh teshën tënde, të sulmon në teshën tënde dhe ta përdor teshën tënde. E ki ek natën, kira me flet, aj ta vesh, ta përdor teshën tënde. Merë pjesë në kontaktet intime, që e kije me bashkërtën tënde. Në qoftë se nuk thu bismillah, e në ati bismillah. E në kur i ek teshat, dush me thonë bismillah. Jam të hi une për në sobë, të ndroj teshat, pa thonë bismillah, mos i ek teshat, se të sulmon shejtani, kur të sheti e cullak. Në kretë sferat e jetës, edhe librin kur të amash, edhe kur të dalë shpidera, edhe kur të shkojsh, edhe kretë sferat e jetës, shejtani e sulmon insanin. Për më mbrojtë, të vlezër, broja ma e mirë është a'udhu billahi minash shejtanir rajim. Namaz, a kini pa, sa do më u lidhë ti namaz, Allahu Ekber, vend të asit e veshja, e shedhët kja gjia, e ra përqime, të ravi. Namaz, a shedhët ki imami e zgjati shumë, a shedhët këtë muezinin e pas ka zonin, të të si kështu, a shedhët atë, sa të hish namaz të kujtot, a e lave be, derën mshela e lave qelë. A letat i kilon jashtë se kanë me t'i vedhë. E ka gajle shejtani për pasurien tante, para me ndaj, a i do të të boje vezvese. Sa të nisish diçka e ki pas, të kujtot, kur të zho, ku e kilon nisen, për qatë të ndjetarë, ta do me të kujtu, më rabdes, lidhën namaz, ka në shejtani ka me të kalzu. Pse për me të marat koncentrimin e namazit, ta kalzon edhe ku e kam shef. E kalzon një shokion, thot, unë e lipsh në qekiqin, edhe do të hina në sobë, nana eme dhe i shkon të u falë, nana këti shokit, edhe tha, unë po i tham nusës, oj grue ha, qekiqin, e nana eme tha, që nër kauç, tha është, e kish pa të u falë. Shejtani, armicien e vetë, nuk e ka vetëm se haje pije, po e ka armicien më të madhe, të të nxjerrë nga besimi Allahu Gjeleshanu një. Pastaj, të të largoje nga rruga e Muhammedit a.s. rruga e drejtë. Mëson me ngu muzikë, mëson me hangër paren, të mëson mos me hinë gjami, të mëson shef me prish Ramazanin, mos me agjeru, të mëson, dhe nuk nalet asë një herë teri sa të përfundoje me ti në varë. Teri në varë, Ahmet ibn Hanbeli thot, njeriu duhet të vazhdoje betejën e vetë me shejtanin teri sa ta vendose komën e vetë në xhennet. Po i kanë thonë edhe në varë, ka thonë, para pse me dekë, para varit, është ma e rrezikshme. Edhe Ahmet ibn Hanbeli, kur i kishar vdekja, djali vetë Abdullahi i kishtë thonë, o bab, thuj la ilaha illa Allah. A i kishtë thonë, jo. Qysh more djetari mafë, po thot jo. Prap i thot a i nejnë pak edhe i thot, o bab, thuj la ilaha illa Allah. A i thot, jo. Edhe hupi vetë. Dikur pas ta i ardhë vetë, tha, o bab, si e tha mirë jam. Tha, o bab, pauzit tha, thash, thuj la ilaha illa Allah, që më thave mua jo. Prapë tha masanit thash tu ila illallah ti thave jo. Pse o bab tha më thave ashtu? Tha une nuk fola me ti o birë. Tha mu para fytyru, mu sredit, nana jeme, rahmetlika, edhe më tha o birë, tha i shmikon nga bim, tha mu se beso Allah i nja. Shejtani i ka dalë në formën, fizionomien e ftyrën e nanës, i ka thonë, o birë, i shmikon dalash. Tha, mohoja Allah, tha i thash jo. Tha, pastaj ta mu fytyru, tha me ftyrën e babës. Edhe në ta, o birë, tha, kuroni, tha, kur të zhonë, tha nuk o. Tha i thash jo. Kush me të thonë, edhe si me të thonë, dije se loje shejtanit është që aje sulmon dhe e publikon, demonstron armicien që e ka ndajte.
Ne i lusim Allahun xhalla shanu wa xhalla xhelalu që Allahu të na mbroje nga çytjet, shybet, dyshimet, sulmet e shejtanëve. Ne i lusim Allahun xhalla shanu filmorin të fundit ta kemi me fjalën la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Rinien ton Islam ta udhëzon. Plegjëve ton të jep ymër gjatë dhe shëndet të plot. Të smundit në për spitale, Zoti t'i shëron. Ato që janë të burgosur pa fajshëm, Zoti t'i liron. Ata që janë larg vatanit në gurbet, ka shku për ta fitu kafshatën e bukës, Allahu t'i furnizon me rrezik halal. Ne lusim Allahun xhalla shanu wa xhalla xhelalu musliman t'i bashkon. Të i dhrumt me zvete t'i pajton, Jannatul Firdausin gjithve nasib në i ban. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. A ka dikush me vetë nëse? Iftari është. Ani. Inshallah Allah i kabul dhe ju bëftë mirë iftari. Zoti razi.